Një duat rokitje të madhe për kryetarin kampion. Kryetarin kampion të Istogut, Ilir Feratin. Faleminderit Ilir edhe për këtë organizim, faleminderit edhe për fitoren e madhe në Istogun ton me 60%, përmende fort, përmende shpesh, sepse është merite juaja dhe qytetarëve të Istogut. Kjo është lidhja demokratike e Kosovës. Po, nderuar qytetar të Istogut, të nderuar bashkëqytetar të Republikës Kosovës, nderuar veprimtare me familje, Trin e treja, zonja Zotrin, shumë e respektua zonja Shpresa, kur e zgjedhëm sloganin zgjedh shpresën, më thirë i liri, thash të sa kom pas bërsh, tha po në shpresën e kom zgjedh, tha të e më në moti. Është një ndjenë e veçantë jemi këtu, por para se të nisë këtë fjalim, lejoni që të bëj 2 deklarime publike nga Istogu. I pari të përshëndes në emër të gjithë lidhjes demokratike të Kosovës, vendimin e Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës, e cila sot ka hequr një padrejtësi të madhe ndaj pensionistëve të Kosovës, cilët turpsisht, padrejtësisht, me ligje të një qeverie dembele dhe që s'punon, duhej të paraqiteshin çdo 6 muaj për treguar merre me mend se janë të gjallë apo të vdekur. Kjo ra poshtë. Dhe kjo vendim është vendim i dinitetit për pensionistët e Republikës Kosovës. Po që shnet e jetë për të tjerat, ka kush mendon e punon. Dhe dyta, të shprej brengën e madhe me skandalin e madh korruptiv kapës që po na shfaqet rëndom me popullistat me një grup të WhatsAppit. Në WhatsApp i ndojnë tenderat, në WhatsApp i bojnë pulsimet militante, tashu po se në WhatsApp këta po i bëjnë edhe kapjen e ndërmarrjeve publike, më besoni, kjo është arsyeja pse për një vit e zhagetën, e vënetën, ndërjen e institucioneve, sepse frikë nuk kanë asgjë tjetër veç të bamat e tyre korruptive në vendin më të varfër në Evropë, Kosovën. Përgjegjësi do të ketë për këtë ju zotohemi unë, ne lidhja demokratike e Kosovës, shtet, republik, ligje do të ketë përfundimisht këtë vend. Dhe sot nuk është rastësi që po nisim fushatën në Istog, është deklarat. Istogu nuk është një komunë e zakonshme e Republikës sonë, është një prej themeleve morale, politike dhe historike të Republikës sonë dhe së këndejmi dvet lidhjes demokratike të Kosovës. Është Istogu i Fadilit, Fadil Feratit, është Istogu i Shaban Manajt, është Istogu i Haki Rrugovës, është Istogu i Ibrahim Rrugovës. Istogu është vendi ku ka marrë formë filozofia që bëri të mundur shtetin tonë, vendi ku fjalët qetësi, përmbajtje, maturi nuk ka qenë vetëm thënie fjalë, por ka qenë formë dhe mënyrë e jetesës. Vendi i Rrugovës, i një mendimi politik i cili na udhëheq dhe sot, që solli e zgjodhi shtetin para vetës, njeriun para pushtetin dhe Kosovën para çdo ambicie personale. Prandaj sot, pas një viti të humbur politik, në krizë të thellë kushtetuese dhe pas 4 viteve tjera të humbura në populizëm, është shumë e natyrshme të dashur qytetar që rrugtimin ton drejt shpresës ta nisim nga Istogu jon, Istogu i lidhjes demokratike të Kosovës. Këtu ka nisur gjithçka, këtu do të nisë gjithçka për të ardhmen e Kosovës. Këtu maturia ka qenë gjithmonë më e fortë, më e qëndrueshme se sa urrëtia, këtu qetësia ka qenë më e fuqishme se sa zhurma politike, këtu politika gjithmonë është parë si shërbim ndaj atdhejot. Istogu e ka mbajtur Kosovën në momentet më të vështira, sot është koha edhe njëherë të jepni Kosovës shtytjen e domosdoshme që i duhet përpara. T'i ktheni vendit nderin, dinitetin dhe mbi të gjitha
mendimin e drejtë që e meriton atë dhe unë. Dhe sonte, këtu nuk pënisim thjesht fushatën e lidhjes demokratike të Kosovës, pënisim një fushatë të re të shpresës, pënisim fushatën e kthimit Kosovës në normalitet, pënisim fushatën që rikthen shtetit seriozitetin, institucioneve rendin dhe qytetarëve të Kosovës respektin. Dhe nuk është fare lehtë të flasësh për gjendjen e rëndë të vendit sot, nuk është e lehtë sepse kemi të bëjmë me një prej viteve më të terta institucionale të pasluftës, me një prej krizave më të rënda të besimit që nga shpallja pavarësisë sonë. Sot Kosova është vërtet e lodhur, jo vetëm nga papunësia, varfëria, jo vetëm nga kriza e vazhdueshme e emigrimi më të rinjve tonë, por është e lodhur nga një politik që i ka zhgënjur pritjet më të mëdha që ky popull i ka pasur ndonjëherë për vendin e vet. Dhe kur populli zhgënjehet, ta dini se shteti bjen. Për herë të parë pas luftës, kemi krizë vetëm ekonomike, kemi krizë besimi mes shtetit dhe mes qytetarit, mes institucioneve të vendit, ato që kemi ndruar gjithherë, dhe popullit Kosovës, mes fjalës së dhënë dhe realitetit të ashpërt, përditshëm që familjet tona e gjejnë secilën ditë. Për e të parë, Kosova ka mbetur pa funksionim normal institucional, pa kuvend, pa qeveri. Kushtetuta është shkelur vazhdimisht 48 herë rresht dhe hapur. Kompetencat e njerëzve në institucione janë të kalu, e vendimarrja është paralizuar në tërësi. Përplasja me gjykatat e Kosovës, me gjykatën kushtetuese supreme, është bërë normë e zakonshme në një vend që ka ndruar gjithherë të ketë gjykatat dhe institucionet e veta. Qeveria në detyrë apo jo në i thëshin ashtu, ka hyrë në konflikt edhe me partner strategjik, me miqtë e Kosovës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, amanetin e lënë nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, duke quar vendin në masa që nuk po hiqen asesi tash e 2 vite. Ky vit i fundit ka qenë vit i frikës, ka qenë vit i përçarjes, ka qenë vit i zhgënimit, dhe ne kemi parë gjithë bashkërisht një qeveri që nuk i sheh njerëzit e vet, qytetarët e Kosovës si të barabartë, por një vetëm tifoz e kundërshtar e armiq. Qytetarët janë ndarë në qytetarë të mirë që janë me ta dhe secili tjetër të këqenj e tradhtar, në patriot e të shitur, të tanët e të atyre. Kemi parë një gjuhë politike që s'flet asnjëherë me ide, po flet vetëm me fyrje, me sharje e me përsharje, që nuk e trajton as kundërshtarin si rival politik, por si armik të vendit e armik të Kosovës, që nuk flet për zhvillim, por për luftë imagjinare me secilin që mendon ndryshe nga ta. Dhe kështu të dashur qytetarët i Sogut nuk ndërtohet, nuk bëhet shteti. Kështu nuk rritet ekonomia, kështu nuk mbrohet kushtetuta, kështu nuk ruhet demokracia. Kosova nuk ka pasur periudhë më të rëndë përballuese se këto 4-5 vitet e fundit, sepse çmimet, siç e dini ju, janë rritur, pagat nuk janë mjaftuar, standardi është rënë në secilën familje kosovare dhe në fund çdo vitit, kryesisht para çdo fushate elektorale, do të ndaheshin ndihma sa për të kapërcyer një krizë tjetër, për t'ju marrë më pas atë ndihma me fatura të larta të energjisë elektrike. Kjo është mendësia e dikujt që nuk e kupton zhvillimin, seksa ata blejnë paqen me ndonjë asistencë. Kosova jon ka ngecë tash e 5 vite në vendin e njëjtë. Ka ngecën energjetik, ku janë ndjekur gati 1 miliard euro në blerjet e energjisë elektrike, ka ngecën në arsim, duke vazhduar t'i mbajnë fëmijët tonë si të fundit në Evropë, e treshja fundit në gjithë botën. Kemi ngecur në shëndetësi, duke vazhduar të shpenzojmë qindra miliona euro në shërim jashtë Kosovës. Kemi ngecur në ligje drejtësi, ku ligji më nuk vlen njëjtë për të gjithë, sepse këto në Kosovë vazhdojnë të ketë politikan që qëndrojnë mbi ligj, mbi shtet e mbi kushtetutë. Ka ngecur edhe në infrastrukturë rrugore, e cila për 5 vite vazhdon të jetë e njëjtë e pandryshueshme. 12 miliard euro të shpenzuara nga një qeveri, as edhe një projekt i vetëm kapital në 5 vite qeverisje. Kjo është Kosova e sotme e propagandës, me komuna të ndëshkuara politikisht,
me partneritet me aleat të prishur rrënjësisht, me masa ndëshkuese që vazhdojnë që ndrojnë për Kosovë, me të rinj që ikin se cilën ditë nga vendi i tyre, nga Kosova jonë, dhe me një pasigurit të skajshme, ku besimi i qytetarëve ka rënë poshtë. Ky stagnim, mos e ngatërroni, nuk është i rastishëm, është rezultat i një qeverisje që ka vënë propagandën para punës. Është rezultat i një qeverisje që ka vendosur përplasjen para bashkëpunimit, hakmarrjen para vetë shtetit. Është rezultat i një udhëheqje që nuk e ka kuptuar dhe nuk e kupton as sot se shteti drejtohet me plan, me projekte, shteti drejtohet me dashuri e përgjithësi, jo me zhurmë, jo me ndarje, jo me improvizim. Dhe në çdo fshat, çdo lagje, në çdo familje, ka një ndjenjë zhgënimi të madh nga një politik që premtoi shumë, por dha shumë pak, që u betua për drejtësi, por solli vetëm për çarje kombëtare. Kjo nuk është Kosova e as Stoku që e kemi ndruar, nuk është Kosova që kemi ndërtuar me përkushtim, nuk është Kosova që kemi lënë amanet e na kanë lënë amanet. Prandaj ju dëgjojmë kur theni se shpresa ka humbur, por ju shohim teksa dëshpëroheni me nivelin e shtetit të cilin e kemi ndruar gjithmonë bashkarisht. Ju dëgjoj qartë, ju dëgjoj zëshëm, por nuk mund ta pranoj dorëzimin si verdikt final. Jam këtu për t'ju ftuar që të bashkoheni me ne, me mua, me listën e shkëlqyeshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të bëhemi bashkë një e t'i japim shpresë Republikës Kosovës, sepse kjo është koha jonë tash. Duhet t'ju ftoj me gjithë zemër, ti besoni Republikës Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës me politikanë të mbar e të mirë e me profesionistë, si këta që i keni sot këtu, e të tjera që kanë ardhur këtu e si janë këtu, që me gjithë ta, njerëz të mirë shkëlqyeshëm, që udhëheqin me plot dignitet për të ardhmen tuaj, të mbështetni Lidhjen Demokratike të Kosovës, shtëpinë politike tuajën, partinë tuaj, ajo që ka lind nga populli i Kosovës, ajo që ka lind nga Stoku Ibrahim Rugovës. Dhe më besoni, mos na votoni as për të shkuarën e lavdishme, na mbështetni për të ardhmen që dojmë ta ndërtojmë e që duhet të jetë e lavdishme, sepse kemi plan konkret, kemi njerëz të shkëlqyeshëm, secili më i mirë se tjetri, po mbi gjitha kemi vullnet, kemi dije, kemi dhe përkushtim në zemër që përfundimisht Kosovën ta bëjmë model zhvillimi. Dhe ky përkushtim të dashur qytetarë të Stokut nis prej gjës më të çmuar që kemi si vend, e që është familja. Ne kemi përgjegjësi si shtet ndaj çdo prindi kosovar që lufton çdo ditë por ta bëhet të nesërmën fëmijëve të vet, ndaj çdo të riu që kërkon mundësi, ndaj çdo të moshuari që meriton dinjitet, e ndaj çdo familjeve që pret nga shteti jo ndonjë favor lëmosh, por kujdes të vërtet dhe mirëqenie. Dhe ta themi qartë, nuk ka shtet të fortë pa familje të forta. Nuk ka të ardhme pa fëmijë që rriten siguri, në cilësi e në mundësi të barabarta. Prandaj kemi propozuar Ministrinë e Mirëqenies dhe Familjes, jo si një zyre burokratike për shtuar disa karrike të ministrave dhe zëvendës ministrave, por si shenjën kryesore për të mbrojtur pasurinë më të madhe që kemi ne, familjen, prindërit, fëmijët. Dhe kështu në këtë drejtim, ne kemi parapar që për çdo fëmijë që lind Kosovën, në Stok, në secilën komunë të Kosovës, për vitin e parë, shteti t'u jep prindërve plot 2.400 euro ndihmës për vitin e parë. Është dhuratë jo ndaj përkujdesit fëminor, por është garanci që fëmija që vjen në Kosovë, lindet në Kosovë, të ketë vitin e parë të shëndetshëm, të mbarë e të mirë. Nga 200 euro në muaj, secilin muaj, për fëmijën e posa lindur Kosovë, është zotimi ynë i parë. Por fëmijët duhet kujdesen edhe në qerdhe. Prandaj kemi parapar të ndërtojmë dhe 80 qerdhe gjithandej Kosovës dhe i lirë bëheni gati
se do të keni mbështetjen e qeverisë Kosovës që disa prej këtyre qerdheve të ndërtohen një Stogu në ujë të bukur dhe përveç kësaj më lejo të jap lajmin e marr, i Stogu do të jetë komuna e radhës ku mësimi tërditor të bëhet realitet brenda mandatit tonë të parë. Mësimin tërditor që dëgjoni gjithandej, atë që kemi bërë në Prishtinë ne si LDK, atë që po premtojmë të gjithë të tjerët, do ta bëjmë realitet dhe në Istog, do t'i ndajmë mbi 1 miliard euro për periudhën tonë qeverise që të bëjmë mësimin tërditor realitet në Republikën e Kosovës. Që fëmijët të jenë të shyer, të mësuar e të barabartë me gjithë fëmijët tjerë të Bashkimit Evropian. U bashim në figurën